10 ushqimet që e shërojnë zemrën. Faktorët e rrezikut për shëndetin e zemrës ndahen në 2 grupe kryesore. Disa faktorë nuk mund të kontrollohen fare: mosha, gjinia dhe historia familjare. Këto janë pjesë e fatit ton gjenetik, por nuk do të thotë se duhet të dorëzohemi. Faktorët që mund t'i menaxhojmë plotësisht janë dieta e përditshme, aktiviteti fizik i rregullt dhe menaxhimi i stresit. Këto 3 element janë armët më të fuqishme që kemi për të mbrojtur zemrën tonë çdo ditë. Sot do të thellohemi në ushqimet më të mira për shëndetin kardiovaskular, bazuar në këshillat e dietologes Lisa Valente. Do të shpjegojmë çdo ushqim në detaje, pse është kaq i mirë, çfarë lëndësh ushqyese përmban, si ndikon konkretisht në zemër, tension, kolesterol dhe inflamacion, si dhe këshilla praktike se si ta përfshijmë në dietën tonë ditore. Sekreti nuk është një ushqim magjik, por një model i përgjithshëm ushqimi i shëndetshëm që ndjekim me konsistencë. 1. Bishtajoret, fasulet, thjerëzat, bizelja. Bishtajoret janë një nga ushqimet më të nënvlerësuara por më të fuqishme për zemrën. Janë të pasura me fibra të tretshme që lidhin kolesterolin në zor dhe ndihmojnë në eliminimin e tij nga trupi, duke ulur kolesterolin e keq. Përmbajnë proteina bimore me cilësi të lartë, pa yndyra të ngopura dhe pa kolesterol, ndryshe nga mishrat e kuq. Të pasura me kalium dhe magnez, 2 minerale që ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe mbajtjen e tensionit arterial në nivele normale. Indeksi glikemik i ulët që rregullon sheqerin në gjak dhe parandalon spikes që dëmtojnë enët e gjakut me kohë. Studime tregojnë se konsumimi i rregullt i bishtajoreve mund të ulë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare deri në 10%. Si t'i hani? Shtoni në supa, sallata, pure ose si zëvendësues për mish në pjata tradicionale. Filloni me gjysmë filxhan 3 deri 4 herë në javë dhe rrisni gradualisht për të shmangur fryrjet. 2. Produktet e sojës, tofu, tempe, qumësht soje. Produktet e sojës ofrojnë një paket të plot për zemrën fal izoflavoneve. Izoflavonet veprojnë si antioksidant të fuqishëm që ulin inflamacionin sistemik, një nga shkaktarët kryesor të aterosklerozës. Ndihmojnë në uljen e kolesterolit total dhe LDL, duke përmirësuar raportin kolesterol të mirë HDL ndaj të keqit. Proteina e sojës është me cilësi të lartë dhe zëvendëson në mënyrë të shkëlqyer proteinat shtazore. Studime tregojnë se konsumimi i rregullt, të paktën një porcion në javë, lidhet me ulje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës, veçanërisht te gratë. Këshilla praktike: përdorni tofu në tiganisje të shpejtë. Tempe të pjekur ose qumësht soje në smoothie. Zgjidhni versione pa sheqer të shtuar dhe me natrium të ulët. 3. Arrat dhe farat, arrat, bajamet, farat e kumbullit, farat chia. Arrat dhe farat janë si një farmaci natyrale në dorë. Të pasura me yndyra të shëndetshme, kryesisht mono dhe poli të pangopura, që ulin LDL dhe rrisin HDL. Fibra e lartë ndihmon në kontrollin e kolesterolit dhe sheqerit. Burimi i shkëlqyer i vitaminës E, antioksidant që mbron qelizat e enëve të gjakut nga dëmtimi oksidativ. Magnez, kalium dhe arginin që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut dhe ulin tensionin. Omega-3 bimore, sidomos te farat chia dhe arrat që luftojnë inflamacionin. Si t'i konsumoni: një grusht rreth 30 g në ditë si snack ose shtesë në sallata, jogurt ose drithëra. Zgjidhni të pa kripura dhe të pa skuqura. 4. Perimet me gjethe jeshile, spinaci, lakra, kale. Perimet me gjethe jeshile janë kampion të nitrates dhe vitaminës K, nitrates natyrale që kthehen në oksid nitrik, duke zgjeruar enët e gjakut dhe ulur tensionin arterial. Vitamin K që parandalon kalcifikimin e enëve të gjakut. Antioksidant të fuqishëm, lutein, zeaxanthin, beta-karotën që reduktojnë inflamacionin. Fibra, folat dhe magnez që mbështesin shëndetin e përgjithshëm kardiovaskular. Konsumi i rregullt lidhet drejt për drejt me ulje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Ide: sallata të freskëta, smoothie ose të ziera në supa. Synoni 1 deri 2 tufa në ditë. 5. Frutat, agrumet dhe frutat e pyllit. Frutat sjellin antioksidant dhe fibra në mënyrë të shijshme. Frutat e pyllit, boronicat, mjedrat, luleshtrydhet, plot me antocianina që përmirësojnë funksionin endotelial, ulin presionin e gjakut dhe inflamacionin. Agrumet, portokall, limon, mandarina, flavonoide dhe vitamin C që mbrojnë enët e gjakut dhe ulin rrezikun e goditjeve në tru. Fibra e tretshme që ndihmon në kontrollin e kolesterolit. Kujdes i rëndësishëm.
Grapefruiti mund të ndërveprojë me disa barna për kolesterolin, si statinat, konsultohuni me mjekun. Rekomandim: 2 deri 3 porcione fruta në ditë, me prioritet frutat e freskëta ose të ngrira pa sheqer. 6. Peshku i yndyrshëm, salmoni, sardelet, skumbria. Peshqit e yndyrshëm janë burimi më i mirë i omega 3. Omega 3 ulin trigliceridet, parandalojnë mpiksjet e gjakut, ulin inflamacionin dhe stabilizojnë ritmin e zemrës. Proteina e lartë me pak yndyra të ngopura. Studimet tregojnë se 2 porcione në javë ulin ndjeshëm rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e zemrës. Këshilla: zgjidhni peshk të freskët ose të konservuar në ujë, jo të skuqur. Synoni 2 herë në javë. 7. Drithërat e plota, tërshëra, orizi, kaf, quinoa. Drithërat e plota ruajnë të gjitha pjesët e kokrës. Fibra beta-glukan, sidomos të tërshëra, që ul kolesterolin LDL në mënyrë të provuar. Indeks glikemik i ulët për kontrollin e sheqerit dhe peshës. Vitaminat B, magnez dhe antioksidant që mbështesin shëndetin e zemrës. Zëvendësojnë drithërat e rafinuara që shkaktojnë spikes sheqeri. Praktik: zëvendësoni bukën e bardhë me të plot, hani tërshër për mëngjes. 8. Hudhra. Hudhra është një ilaç natyral. Allicina dhe komponimet të tjera sulfurike që ulin LDL, rrisin HDL dhe ulin tensionin. Vetja antiinflamatore dhe antioksidante. Ndihmon në gatim për të përdorur më pak krip. Si ta përdorni: të freskët, të shtypur dhe lënë 10 minuta para gatimi për aktivizimin e komponimeve. 9. Vaj i ullirit. Vaj i ullirit extra virgin është yndyra mbretërore e mesdhell. Yndyra mono të pangopura që ulin LDL pa ulur HDL. Polifenole antioksidante që ulin inflamacionin dhe mbrojnë enët e gjakut. Pjesë kyçe e dietës mesdhetare e lidhur me ulje dramatike të rrezikut kardiovaskular. Përdorim: ra në sallata, jo për skuqje të lartë temperature. 10. Kosi, pa sheqer dhe me pak yndyrë. Kosi është pjesë e dietës dash për tensionin. Probiotik që përmirësojnë shëndetin e zorëve, i cili lidhet me ulje të inflamacionit sistemik. Kalcium, proteina dhe pak yndyrë që mbështesin kontrollin e peshës dhe tensionin. Studimet tregojnë përfitime në uljen e tensionit arterial. Zgjidhni grek ose të thjesht, pa sheqer të shtuar. Këshilla shtesë të përgjithshme. Hani më shumë fibra, fruta, perime, yndyra të shëndetshme, proteina bimore. Hani më pak yndyra të ngopura, mishra të përpunuar, ushqime të skuqura, krip, sodium dhe sheqerna të shtuar. Njini shifrat tuaja, kontrolloni rregullisht kolesterolin, sheqerin në gjak, tensionin arterial dhe peshën. Kombinoni me aktivitet fizik, të paktën 150 minuta në javë dhe menaxhim stresi, meditim, gjumë i mirë. Përfundim. Sekreti i vërtet qëndron te konsistenca dhe modeli i përgjithshëm i të ngrënit, jo te një ushqim i vetëm. Filloni sot me ndryshime të vogla, një sallatë më shumë, një grusht ara, një pjatë me bish tajore, dhe zemra juaj do t'ju falenderojë për vite me radhë. Ndani në komente se cilin ushqim do të provoni së pari. Mos harroni like, subscribe dhe ndiqni për më shumë këshilla shëndetësore. Faleminderit që u kujdeset për zemrën tuaj sot. Mos harroni gjithmonë konsultohuni me mjekun.